kam nisur komunikimin, kemi ngritur grupet e punës për të rikthyer në Lezhë festivalin për fëmijë, që vitin e ardhshëm në qershor do të nisë siparinë e vet dhe do të përsëritet vit pas viti. Nga ana tjetër, meqense jemi te arti e kultura, duhet t'ju them që ky nuk do të jetë aktiviteti i parë. Po vitin e ardhshëm në Lezhë do të zhvillohet edhe konkursi i teatrove, ku nxënës nga gjithë rajoni fillimisht do të konkurrojnë në nivel shkollash, pastaj në nivel zëvash, pastaj në nivel qarqesh dhe për të ardhur në fund fare në konkretizim të 3 grupet më të mira, të cilët në Lezhë do të shpalosin gjithë talentin e tyre. Për tek sajt do jetë panairi i mençurisë popullore, për të cilën nuk dua të jap shumë detaje sot, por t'jeni bindur që do jetë një surprizë për nxënësit, për shkollat, për mësuesit, për komunitetin.